Mes mbështetësve që vizitojnë rregullisht SPAK 2 herë në muaj, ish kryeministri Sali Berisha u shfaq sërish këtë të hënë për të dhënë deklaratat lidhur me politikën, gjyqësorin dhe aktivitetin e SPAK. Ai foli më një herë pas përfundimit të obligimit që i kishte vendosur gjykata për paraqitje periodike. Ligjin i ka avu mercenari të skapit rrogën 7.000 euro, një delinkuenti ja u them dhe unë këtu do jeni ju. Atëherë çdo gjykatë silar, çdo gjykatë kushtetues ka të drejtë, prokurori i përgjithshëm kanë të drejtë të ndjehen të shkelmuar, të poshtruar nga qeveria në vendimin e saj. Berisha ishte i ashpër ndaj institucioneve të drejtësisë, veçanërisht ndaj Këshillit të Lartë Gjyqësor, duke komentuar rastin e gjyqtare Irena Gjoka. Ai akuzoi institucionet se kanë dështuar në funksionimin e drejtësisë dhe theksoi se qeveria po asgjëson sistemin gjyqësor. Nuk ka asnjë lloj, nuk është kjo mosmarrimi, përfundimi i mandatit, mospajtueshmëria e mandatit është e KLG-s, nuk ka ILD-ja, fare me atë, ka lidhje me atë. Sa di unë pa. Por ata nuk e kanë dërguar, ti ke drejt, ata nuk e kanë dërguar. Akuzat e tij ndaj kryeministrit Rama vazhduan edhe gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku ndalte dosjet e Ballukut dhe Akshit, duke i konsideruar si shembuj të kishpërdorimit dhe ndërhyrjes politike në drejtësi. Plus, edhe një herë, është lule dosja e Ballukut që është dosja e Akshit. Dosja e Akshit është dosja më e paparë ndonjëherë në historinë e Europës, ku vetë Edi Rama është kryesori. Është kryesori, ku detyrohet të marrë haptas në mbrojtje, mirëlindën për respektin maksimal që ka për te. E ka së është linda. Partia Demokratike ka paralajmëruar se pas ditën e së martës me 10 shkurt do të mbahet protesta e radhës në bulevard, duke njoftuar gjithashtu mundësinë e ngujimit në shesh. Punon ditë e natë për të fshehur për shkatruar dokumenta. Qytetarët kanë kuptuar se vetëm fjala e tyre, vetëm zëri i tyre, vetëm guximi i tyre mund t'u japë përgjigje. Nuk e zgjidh drejtësia këto, sepse nuk pyesin më për drejtësinë. E kyçi ky drejtësinë. Po kuptohet që është rruga e vetme. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet largohemi nga bulevardi pa larguar Edi Ramën. Ne drejt asaj do shkojmë, të themi të vërtetën. Berisha theksoi se qëllimi i këtyre veprimeve është të ngrejë zërin për drejtësi dhe transparencë, ndërsa paralajmëroi se Partia Demokratike do të vijojë aksionet e saj politike deri në realizimin e kërkesave për funksionim të rregullt të sistemit gjyqësor dhe respektim të ligjit.